që edhe Miri vetë e ka pranuar, gjatë tyre ditëve ka folur me disa prej banorëve aty brenda, ka thënë edhe të banorët që do ta pyes edhe Selina akoma nuk e ka pyetur, do ta pyesi kanë përshtypjen mbas klipit, shoh. Kam energji për të gjërë. Por nëse më dënguar në diçka këtë çështjen tonë, këtë pjesën tonë lojës, me njerëz të mëdha që e ke posë. Besoj me në kuptim. Besoj me në kuptim. Me njerëz me këmbë ke ardhi, këtu am ke përshim me kë njerëz. Kom prishur me kërkën. Lërën ti me ku ke përshim. Me 20.000. Djoj me Selini ka prish Miri, se i ka dalë fytyra. Po them, unë si Selin nuk jam e lumtur. Që kur është shkëputur nga Miri, e shoh që është shumë e mërzitur. Që më pengon që jeton në një shtëpi me një njeri që përballë meje e ka pas një Selin të sinqert dhe është treguar një njeri me zero karakter. Mos! Po më caron. Pse s'po më dën? S'po du se s'është vendi me dasht. Nëse ki diçka që s'pëlqen, është më mirë më tregu. Ajo thotë që e kam me vetën, mendoj me besu kësaj. Pse e ndjen vetën ajo që ka rënë? Mos është vallë, mos prezenca përballë dhe përhumbja dhe mos jo lumturia. Unë e kam parë që ditën 1 ajo nuk është hep. Pse ajo ka qenë dhe dukesh më lumtur kur ishte edhe në momentet që ne jetojmë Do kitë kafën me slimshir, pra. A e ka ajo? I mungon në fretoj. Ka mër, ka I mungon, nuk mund të ashtinë pa i përqafim, pa i preke, pa i përkdele, pa i flet. Selin pa mirë nuk bën këtë vend, harroj. Loja tina po ecën shumë dhe loja saj ka ra. Dhe pse ajo kur ishte me mua duke shkëlqimi syve, lumturia dhe përmendet gruaja ime mbasi ndaj. Ka qenë kur e fjala, kur ishte me mua. Miri Selin dhe Queen. Ti ke ndjenja për Miri tënde. Ti ka qëllëshim me Miri, ka plotësuar, ma të shpinë zishët e pa edukat. Ti pa Miri, Miri ekziston. Pa ti Miri nuk e pa kur një edukatës je pa plotësuar, je nxjerrës në shpirt. Përvoja jetës time më ka mësuar që kur sytë e një vajze flasin ndryshe me një gjuhë si mund të jetë Miri, ka diçka aty. Si bësurat. E kam kuptuar. E kam akuzuar Mirin për ndjenja. Po syt si ka Selin me ty, unë nuk i kam me një mashku që nuk ndjej asnjë gjë se nuk më pëlqen, okay? Edhe pse kësaj marrëdhënie i është vendosur pika nga ana ime, dhe sikur një fjalë të thënë nga të tjerët, Miri t'i le verdisë. Kam si një minutë. Ajo ka ndjenja për ty, Miri. Kanë akuzuar këtë ty. Duhet filluar që nga fakti që nuk i intereson të ulet ballë për ballë me mua për ta sqaruar si bisedë. Dhe normalisht që do shkoj të kapi Olën dhe thotë si the, ajo ka ndjenja për mua. Po syt si ka Selin me ty, ajo ka ndjenja për ty. Ta më devon po më injoron mua. Po s'më injoron dot se unë jam këtu. Jam akuzuar gjithkohës që unë pas kam ndjenja, që unë jam ai njeriu manjak, që kam kry situata perverse, që jam i dashuruar për se them. A mos dosha është dhe në të kundërt kjo gjëja? Nuk ka shkallë lumturie tek sytë e saj. Pjesën që tregon Happy janë thjesht për kamuflim, për të treguar që jo, unë jam mirë, jam rehat me zgjedhjen time edhe po bëj atë që dua. Ndërkohë është komplet e kundërta. Më thot mua hajde te dushi, edhe unë akuzohem se kam shkuar te dushin. Për qafimet që kemi shkëmbyer me njëri tjetrin, mi kanë dhënë, ja kam dhënë. Më ka pa, e kam pa. Dhe nuk ka pyetur asnjëherë për marrëdhënien time me bashortën, se du ta mbaj unë gjithë të barën. Ka folur mbrapa krave për historinë time me bashortën. Ka pasur 60 ditë kohë që të fliste për këtë gjë me mua. Isha shumë kurioze që për Shën Valentinit të lexoja letrën që kishte dërguar partnerja e Mirit, vetëm për kuriozitet. Unë besoj që ajo ka pëlqim. Nuk i pëlqen Selin e djemë të rita, garantoj unë 1000%. Fare. Ajo e ka të nevojshme për vëmendjen tënde. Kur shikoj sytë e Selinit, Selin ndryshon ton zëri kur flet me Mirin dhe i ndryshon shikimin, i ndryshon edhe gjua e trupit. Po Selini për ty nuk ka asnjë lloj pëlqimi, se e tregojnë veprat.
Ama, ajo nuk të shef ty si kur shef Mirin. Ti, po, ke qenë një shpëtim i momentit për Selinin. Ti më vajzë e dashur po e shfrytëzon atë djalë, sepse për momentin ai po të ndihmon ty situatën. Selin është thjesht një përdoruese, një shfrytëzuese çdo lloj situate. Ku do shi ti unë? Po sa më ka problem, gimbal. Flasim pastaj. Sa mo? Ti erdhe dhe thea do flasim pastaj, nuk Po pra, po flasim pastaj, jo doja të thonë edhe diçka tjetër, po. Thuaj më burra, po të ndojnë? Thuaj. Edhe pastaj do jetë gimbal për gjysmë. A, nëse jeni të dy, okej, nuk e bëjmë. Po mos e bëj po. Tash ti shor garanton me të shpëj ndjenja. Me gimbal, ke pa që është i çik kështu si jo, aq e dhëm sa. Fare. Ato as potjes kanë shkëmby. 2 javë, po ti të kesh një ndjenjë, një vajzë 23 vjeçe. Futesh po çarçafit edhe pus. Fytyra.